Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Shoqja ime ma tregoi këtë sekret. Qepa e kuqe bën mrekulli për këto probleme. Konsumi i qepës së kuqe ndihmon në luftimin e radikaleve të lira, sugjeron një studim i ri. Kjo perime është e pasur me përbërës të fuqishëm që ndihmojnë në zhdukjen e komplikacioneve. Një prej tyre i njohur është si antiocianina, që është përgjegjës për ngjyrën e kuqe të qepës, mendohet se parandalon përhapjen e sëmundjeve. Një flavonoid tjetër i quajtur quercetin ka të njëjtin efekt në tkurrjen e masave të rënda. Pavarësisht ngjyrës, çdo lloj qepe mund të ndihmojë në zhdukjen e qelizave të dëmshme, citon shkencëtari kanadez. Autori kryesor i studimit, Abdulrahman Murayen nga Universiteti Gulf në Kanada tregon: "Kemi zbuluar se qepët janë të jashtëzakonshme në zhdukjen e qelizave të dëmshme. Qepët aktivizojnë teknikat që nxisin qelizat e dëmshme të shkojnë në drejt largimit. Ato krijojnë një ambient të favorshëm për qelizat e shëndetshme dhe të pafavorshëm për radikalet e lira, dhe pengojnë komunikimin mes tyre duke penguar kështu shtimin e tyre. Ka kuptim se qepa e kuqe ka ngjyrë më të errët të ketë fuqinë më të madhe në luftimin e radikaleve të lira." Gjatë këtij studimi të ri, ulëntuesi shkencor vendosën qelizat e dëmshme të zorrës së trashë në kontakt të drejtpërdrejtë me ekstraktet e quercetinës nga 5 lloje të ndryshme të qepës. Vetëm qepa e kuqe rezultoi të kishte më shumë fuqi në luftimin e këtyre qelizave të dëmshme. Ato rezultuan pozitivisht edhe në luftimin e qelizave të dëmshme të gjirit. Shkencëtarët tregojnë se qepa e kuqe është një alternativë shumë e mirë për organizmin dhe mund të sjellë shumë përfitime. Padyshim, qepa e kuqe është një nga produktet që ndikon në mbrojtjen e shëndetit. Duhet të bëni kujdes që gjatë përgatitjes të mos e zjeni ose ta piqni tepër, sepse humbet substancat shëruese, prandaj pikërisht për këtë arsye duhet të konsumohet e pa përpunuar disa nga vetit më të mira të saj. Ajo parandalon rritjen e qelizave të dëmshme. Qepa është e pasur me substanca squfuri që mbron organizmin nga problemi i radikaleve të lira siç është lukthi, zorra e trashë, gjiri, mushkëria dhe prostata. Ajo ndihmon edhe kundër bakterieve në sistemin urinar. Qepa e kuqe është alternativa më e mirë për personat që vuajnë nga diabeti. Qepa e kuqe pa përpunuar shton prodhimin e insulinës. Nëse vuani nga diabeti, keni arsye të mira që të rregullisht të hani qepë të pa përpunuara. Ajo lehtëson kapsllëkun. Nëse ju mundon kapsllëku, do ju ndihmojë në fibra që gjenden te qepa e kuqe. Qepa largon helmet dhe forcon qelizat e ushqimit nga zorët. Ajo shëron infeksionet e fytit. Nga qepa e kuqe mund të përgatitet lëng. Ai shumë shpejt do të largohet nga zona e gripit dhe e ftohjes, dhe dhimbjeve dhe infeksioneve të fytit do t'i vijë fundi. Nëse keni probleme me gjakderdhjen nga hundët, mund të përdorni qepën e kuqe. Nëse tashmë keni telashe me këtë problem, qepa e kuqe mund ta ndalojë atë. Nëse doni që të shpëtoni nga ky problematik, merrni aromën për një kohë të gjatë nga qepa e kuqe dhe ajo do të stimulojë gjithashtu një proces lehtësimi, duke përmirësuar kështu organizmin dhe duke parandaluar radikalet e lira. Qepët e kuqe janë element kryesor në shumë kuzhina për aromën e tyre të veçantë dhe ngjyrën e tyre të veçantë. Megjithatë, ato janë edhe arma sekrete e rutinës së flokut tuaj. Ngjyra e tyre e kuqe e thellë është një shenjë treguese antioksidantëve, flavonoideve dhe përbërësve të tyre të fuqishëm të squfurit që ofrojnë përfitime për flokët. Përveç kësaj, ato nxisin edhe rritjen dhe forcën e flokut. Forcojnë dhe nxisin rritjen e flokëve. Squfuri është një komponent kritik i keratinës, proteina që përbën flokët. Qepa e kuqe përmban nivelet të larta të squfurit, të cilën ndihmojnë në qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës, duke siguruar lëndët ushqyese dhe mineralet të nevojshme për folikulat e qepëve. Qepa e kuqe ndihmon në rritjen e fortë dhe të shëndetshme të flokut. Përbërjet e squfurit në qepën e kuqe ndihmojnë në forcimin e gjendrave të flokut dhe reduktojnë thyerjen, duke penguar humbjen e flokëve me kalimin e kohës. Përveç kësaj, antioksidantët e qepa e kuqe mund të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e gjendrave të flokut nga dëmtimi. Përballja me zbokthin mund të jetë zhgënjyese, megjithatë qepa e kuqe ka veti antifungale dhe antibakteriale. Përveç kësaj, komponentët e squfurit të qepës së kuqe ndihmojnë në largimin e bakterieve dhe kërpullave që shkaktojnë zbokthin.
Përveç sqyfurit, qepa e kuqe përmban vitaminën C, B6, thelbësore në rritjen e shëndetshme të flokut. Këto vitamina ndihmojnë për të ushqyer folikulat e flokut dhe për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm të flokut tuaj, duke siguruar lëndë ushqyese të nevojshme për skalpin dhe flokët tuaj. Qepa e kuqe mund të ndihmojnë në përmirësimin e strukturës, shkëlqimin dhe pamjen e përgjithshme të flokut. Për të përdorur qepën e kuqe në rutinën tuaj të kujdesit të flokut, coptëzoni imët 1 deri në 2 qep dhe nxirni lëngun duke përdorur një shtrydhse frutash ose perimesh ose një blender. Aplikoni lëngun duke mbuluar të gjitha zonat. Masazhoni skalpin tuaj për të siguruar që lëngu të shpërndahet mirë. Përdoreni qepën e kuqe edhe përbërës të tjerë natyral si vaj, kokoset ose mjalti për rezultate më të mira. Ju gjithashtu mund të përdorni qepët të kuqe rregullisht duke e përfshirë atë në rutinën tuaj të kujdesit të flokëve të paktën një herë në javë. Qepët e kuqe janë një produkt natyral i fuqishëm që nxisin rritjen e flokut, parandalimin e rënies së tyre, reduktojnë zbogthin dhe ushqimin e flokut e mbajnë konstant. Përveç kësaj, përmbajtja e tyre e lartë e sqyfurit dhe lëndëve ushqyese të tjera të dobishme mund të përmirësojnë kështu strukturën e shëndetit të flokut tuaj, duke parandaluar kështu edhe dëmet e radikaleve të lira. Nëse vendosni një copë qep të kuqe në dhëmbin tuaj, do ta leni të qëndrojë aty për 15 minuta dhe do ju ndodh mrekullia. Ekspertët thonë se qepa mund të ketë efekte të shkëlqyera në dhëmbët tuaj si një ilaç natyral. Shikoni se çfarë mënyrash të tjera mund ta shijoni. Çdo kush e do qepën në sallata, në salca dhe natyrisht në ushqimet e skërmuara. Në ato të zgarës, mirë po a keni ditur se cilësia mund të jetë gjithashtu më e mirë në këto raste. Jo vetëm që është e shkëlqyer për shëndetin, por qepa mund të përdoret edhe në mënyra si ilaç natyral. Mbase nuk e keni ditur, por qepa është ilaç i pabesueshëm në problemet me dhëmbët. Ajo mund të lehtësojë dhe të sjellë përfitime më të mira në lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbit, si dhe problemeve të tjera që mund të shfaqen. Vendosni një copë qep në vendin ku keni dhimbje dhe dhëmballa do të lehtësohet. Vetëm duhet ta mbani për disa minuta dhe dhimbja do të zbutet shumë shpejt. Shkaku është i thjeshtë. Qepa përmban cilësi antiseptike dhe antiinflamatore. Sapo e kafshoni qepën dhe kur ajo liron lëngjet e veta në gojë, fillon betejë kundër bakterieve dhe inflamacionit dhe zbut kështu problemet tuaja të dhëmbit. Gjithashtu qepa është një zgjidhje shumë e mirë pasi ndikon drejt për së drejti në shëndetin tonë. Ajo ndikon në aparatin tretës, në funksionet si duhet, gjithashtu siç e kemi përmendur tashmë. Qepa e kuqe është e pasur me fibër, është e shkëlqyer për zorët, në rastin e kapsllëkut, qepët janë të dobishme. Ato janë të mira edhe për personat që vuajnë nga luhatit e sheqerit. Nëse hani ato të gjallë, qepa mund të rrisë prodhimin e insulinës. Pra nëse jeni diabetik, keni një arsye më të mirë për të rregulluar edhe qepën e freskët. Qepa e kuqe është një efekt i dobishëm për shëndetin e zemrës. Konsumi i rregullt i qepës mbron zemrën nga sëmundjet koronare të saj. Qepët mund të kontrollojnë presionin e lartë të gjakut dhe të hapin arteriet e bllokuara dhe të ulin gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Për shkak të faktit se janë të pasur me vitamina dhe minerale, qepa e kuqe forcon të gjithë organizmin dhe zvogëlon rrezikun e problemeve. Vajrat e sqyfurit dhe sulfurit organik çojnë në lot kur presim qep. Ato janë gjithashtu që hyjnë në vrimat e hundës. Këto vajra ndihmojnë në ruajtjen e anemisë. Kjo perime ka treguar se ka ndikim pozitiv te njerëzit me kolesterin të lartë. Nëse hahet rregullisht, mund të rregullojë nivelin e yndyrnave në gjak. Qepët e kuqe rekomandohen për të gjithë, duhet të përfshihen në dietën e të gjithë popullatës. Rekomandohen veçanërisht për gratë në menopauzë, njerëzit me intolerancë ndaj glukozës dhe insulinës dhe nëse ekziston një predispozit gjenetike për sëmundje nga radikalet e lira, koronare ose sëmundje të traktit tretës. Përfshiheni qepën e kuqe në dietën tuaj gjithmonë brenda sasive të lejuara për të marrë vetëm përfitime dhe për të ndihmuar organizmin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.